Përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Problematikat e banorëve të Labovës së Madhe dhe lagjes Varosh janë çuar në parlament nga deputeti Piro Dhima. Ai kërkoi ndërhyrje urgjente për shqitjen e terrenit që rrezikon banesat e disa familjeve dhe për segmentin rrugor të dëmtuar si dhe riparimin e rrugës lagjes Varosh. Deputeti tha se problematikat vijnë drejt për drejt nga takimet me komunitetin. Skemat e mbështetjes në bujqësi për vitin 2026 sjellin më shumë përfitime për fermerët e qarkut të Gjirokastrës. Vendimi i ri lehtëson kushtet e aplikimit dhe rrit mbështetjen financiare për blegtorim, bletarin dhe sipërfaqet e kultivuara. Me këto ndryshime pritet rritje e ndjeshme e pjesëmarrjes së fermerëve të Gjirokastrës në skemat mbështetëse dhe forcimi i prodhimit bujqësor e blegtoral në qark. Gjirokastra përfaqësohet denjësisht në fazën e dytë të festivalit kombëtar të shkencës, ku Gjimnazi Siri Shapllë u rendit i pari, ndërsa Simzenela si të pestët. Projektet e të dyja shkollave do të shkojnë në finale, e cila do të mbahet në kryeqytet në 25 prill. Romanin e tij të fundit loj drita shkrimtari austriako-gjerman Daniel Kehlmann e promovon në Gjirokastër, zgjodhi këtë qytet për ta prekur edhe nga afër pas njohjes përmes veprave letrare të Kadares. Me këtë libër autori kandido për Booker Prize 2026. Ju njohim tani më gjerësisht. Problematikat e banorëve të Labovës së Madhe dhe lagjes Varosh janë çuar në parlament nga deputeti Piro Dhima. Ai kërkoi ndërhyrje urgjente për shqitjen e terrenit që rrezikon banesat e disa familjeve dhe për segmentin rrugor të dëmtuar si dhe riparimin e rrugës së lagjes Varosh. Deputeti tha se problematikat vijnë drejt për drejt nga takimet me komunitetin. Deputeti Piro Dhima ngriti në kuvend një shqetësim urgjent që lidhet me situatën e rënduar në fshatin Labove Madhe, ku disa banesa dhe një segment rrugor vazhdojnë të rrezikohen nga rrëshqitja e tokës. Sipas deputetit Dhima, ekspertiza gjeologjike e kryer në terren e ka klasifikuar zonën si zonë të kuqe. Dhima i kërkoi qeverisë të kalojë menjëherë në fazën e ndërhyrjes përfundimtare, ku përfshihet stabilizimi i shpatit dhe rikonstruksioni i segmentit rrugor, për të shmangur një situatë që mund të përkeqësohet nga rreshjetëstinës dhe lëvizshmëria e terrenit. Dua të ngresot një shqetësim konkret që lidhet me situatën në fshatin Labove Madhe, njësi administrative Odrije, ku një segment rrugor dhe disa banesa janë prekur nga rrëshqitja e terrenit dhe janë klasifikuar nga ekspertiza gjeologjike si zonë e kuqe. Bashkia ka ndërhyrë me përgjegjësi duke siguruar strehim me qira për familjet e prekura dhe një rrugë alternative për aksesin e komunitetit, por tashmë është e domosdoshme të kalohet në fazën e ndërhyrjes përfundimtare për stabilizimin e shpatit dhe rekonstruksionin e segmentit rrugor, pasi rreziku vijon të jetë real për banesat e familjeve Kristofor Stathi, Thanas Pusha, Gligor Stathi. Gjatë fjalës së tij në kuvend, deputeti solli edhe shqetësimin e banorëve të lagjes Varosh, të cilët prej kohësh kërkojnë ndërhyrje në infrastrukturën rrugore të zonës. Ai u shpreh se aksesimi i vështirë po kufizon sigurinë dhe cilësinë e jetës së komunitetit, duke kërkuar një zgjidhje të menjëhershme nga institucionet vendore dhe qendrore. Po ashtu dua të sjell dhe shqetësimin e banorëve të lagjes Varosh për gjendjen e rrugës së lagjes, e cila ka nevojë për ndërhyrje për të garantuar akses më të sigurt dhe kushte më të mira për komunitetin. Këto janë shqetësime që vijnë drejt për drejt nga takimet me banorët, takime që do të vazhdojnë dhe në vijim për të dëgjuar dhe për të na dëgjuar, për të qenë më pranë qytetarëve dhe problematikave të tyre reale. Në këtë rrugë drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian është detyrë e përbashkët që zhvillimi dhe siguria të ndihen në çdo lagje dhe në çdo fshat të vendit tonë. Me këtë apel, deputeti Piro Dhima kërkoi angazhim të përbashkët institucional për të garantuar standarde më të larta jetese dhe për të shmangur çdo rrezik që ju kanoset familjeve në zonat e prekura.
Skemat e mbështetjes në bujqësi për vitin 2026 sjellin më shumë përfitime për fermerët e qarkut të Gjirokastrës. Vendimi i ri lehtëson kushtet e aplikimit dhe rrit mbështetjen financiare për blegtorin, bletarin dhe sipërfaqet e kultivuara. Me këto ndryshime, pritet rritje ndjeshme e pjesëmarrjes së fermerëve të Gjirokastrës në skemat mbështetëse dhe forcimi i prodhimit bujqësor dhe blegtoral në këtë qark. Pas publikimit të vendimit të Këshillit të Ministrave për skemat e mbështetjes financiare në bujqësi për vitin 2026, fermerët e qarkut të Gjirokastrës pritet të përfitojnë ndjeshëm. Sipas specialistit të bujqësisë Balil Bineri, këto skema sjellin lehtësime dhe rritje të mbështetjes, veçanërisht në sektorët e blegtorisë, bletarisë dhe kultivimit të tokës. Qëllimi kryesor është përfshirja e një numri më të madh përfituesish dhe rritja e prodhimit bujqësor e blegtoral. Me mjaft interes do jenë për fermerët e qarkut ton, skemat e blegtorisë, mashtimit të bletarisë dhe mbështetja për sipërfaqen e kultivuar. Ka përmirësime të ndjeshme tek fermat e blegtorisë, tufa bazë matrikulluar, mbështetja për tek masa e lopëve, kafsh riprodhimi nga 10 që ishte kufiri, 10 krerë që ishte kufiri vitin e kaluar, si vjet ka zbritur në 5 krerë, pra do të mbështeten një numër më i madh fermash të tilla. Gjithashtu edhe masa e përfitimit është rritur nga 10.000 që ka qenë vitin e kaluar, është në 12.000 këtë vit. Po kështu te tufa baze matrikulluar për bagtit e imta, ka zbritur kufiri numrit të krerëve nga 100 në 50, pra do të kenë mundësi të përfitojnë një numër më i madh edhe këtu, tufash, blegtor, mjafton të ketë mbi 50 krerë, bagtit të imta të matrikulluara, dhe masa e përfitimit është rritur edhe këtu nga 1.200 lek, ka arritur në 1.500 lek. Po kështu edhe te mbashtimi bletarisë, është ulur kufiri nga 50 zgjoje, në një park mund të kesh 25 zgjoje dhe mund të aplikosh, dhe masa e përfitimit është dyfishuar këtu, nga 1.000 lek që ka qenë deri vjet, si vjet do të jetë 2.000 lek. Pra ka një rritje të konsiderueshme të mbështetjes për këto 3 masat kryesore. Njërisi e këtij viti është mbështetja për fermerët e rinj që investojnë në bujqësi. Ata do të përfitojnë deri në 70% të vlerës së investimit bazuar në faturat tatimore, me një kufi maksimal për 1 milion lekësh të reja. Masa e përfitimit do të jetë 70% e vlerës totale të faturave tatimore, por me një vlerë të përgjithshme jo më shumë se 1 milion lek. Gjithnjë po flas me lek të reja. Për kulturat, për sipërfaqen e mbjell me kultura bujqësore, do të ketë mbështetje 10.000 lek për hektar, por aplikanti duhet të zotrojë ose të ketë marrë dhe me qira, pra të ketë në pronësi ose të marrë me qira, duke arritur kufirin minimal prej 3 hektarësh. Me këto ndryshime pritet një rritje e përfshirjes së fermerëve në skemat mbështetëse, si dhe një zhvillim më i qëndrueshëm i bujqësisë dhe blegtorisë në qarkun e Gjirokastrës. Gjirokastra përfaqësohet denjësisht në fazën e dytë të festivalit kombëtar të shkencës, ku gjimnazi Siri Shaplo u rendit i pari, ndërsa Asim Zenelasit të pestët. Projektet e të dyja shkollave do të shkojnë në finale, e cila do të mbahet në kryeqytet më 25 prill. Gjimnazi Siri Shaplo kthehet me çmimin e parë nga faza e dytë e festivalit kombëtar të shkencës, që u zhvillua në Fier me pjesëmarrjen e 24 shkollave. Të rinjt gjirokastrit u prezantuan me projektin Gjirokastra 4.0, ku përfshihen 2 produkte: muzeu virtual 360 gradë dhe e-book and QR codes. Ideja e këtij projekti na lindi nga dëshira që ta paraqesnim qytetin tonë, Gjirokastrën, jo vetëm si një hapësirë fizike me monumente historike dhe rrugë të vjetra, por si një ekosistem kulturor që mund të përjetohet dhe me anë të pajisjeve digjitale. Pra, mënyra se si prezantohet Gjirokastra është shpesh tradicionale dhe fragmentuar, dhe për këtë arsye me anë të 2 produkteve tona, ne kemi arritur synojmë që ta zgjidhim këtë problem. Produktet tona janë një muze virtual 360 gradë, i Muzeut Etnografik të Gjirokastrës, që është një nga muzet më të
të rëndësishëm të qytetit tonë dhe një e-book mbi Gjirokastrën. Me anë të këtyre produkteve, ne jo vetëm do të promovojmë qytetin tonë, por do ta bëjmë atë, do ta përcjellim atë në një gjuhë më bashkëkohore për turistët. Produkti ynë ishte i përfunduar që në fazën e parë dhe institucionet shfaqën interes për produktin tonë, duke përfshirë dhe bashkinë që në fazën e parë, sepse është një nga produktet më cilësore dhe një nga produktet që mungon në qytetin tonë, dhe madje është dhe një nga muzet më cilësor 360 gradë në të gjithë Shqipërinë. Këto dy produktet tona janë të shoqëruara me QR kodet përkatëse dhe synimi im për këto produkte ka qenë shpërndarja e tyre nëpër bizneset lokale të qytetit, në mënyrë që këto bizneset të marrin një shërbim modern në krahasim me shërbimet që vetë bizneset ofrojnë, duke nxitur interesin tek turistët, pra gjatë kohës të qëndrimit të turistëve në lokale, përveç shijimit të kulinarisë, të shërbimeve që bizneset ofrojnë, ata do të marrin informacion mbi qytetin, që vetëm mbi historinë dhe arkitekturën, por mbi dhe një guid, le të themi një guid turistike. Ishte një punë e gjatë e skuadrës prej 5 vetësh në drejtimin e mësueses mentore Albana Andoni që solla në këtë rezultat. Sigurisht që për të arritur produktet tona ka qenë një punë e madhe dhe ka qenë një pjesëmarrje shumë aktive nga gjithë anëtarët e grupit, si dhe nga mësuesja jonë mentore, për të arritur gjithmonë në këtë produkt dhe në këtë rezultat që ne nxorëm për projektin tonë. Gjithashtu kemi mbledhur një informacion shumë të besueshëm nga të gjitha vendet e qytetit, siç është Muzeu Etnografik, jemi rilidhur përsëri me historinë e qytetit tonë, duke kapur foto, duke marrë informacione të rëndësishme që gjenden në muze, por edhe duke mbledhur informacione për pikat kryesore të qytetit tonë, duke krijuar e-bookun tonë me anë të pjesëmarrjes së të gjithë grupit. Jam shumë krenare që vendin e parë rjasollëm jo vetëm shkollës tonë, por dhe qytetit Gjirokastrës. Jam shumë krenare që bashkëpunova me këta nxënës të mrekullueshëm, të cilët janë nxënës të vitit parë. Dhe me idenë e zgjerimit të konceptit, ne do të ashtrim projektin jo vetëm në një muze, por dhe në pika të tjera dhe jam e bindur që me punën e tyre, me aftësitë e tyre, me dëshirën e tyre, Gjirokastra do bëhet më e mirë se ç'është, turizmi i Gjirokastrës do bëhet më modern, do largohemi nga tradicionalja, por do kemi dhe përvoja më të mira për ata vizitorë që ndoshta kanë aftësi të kufizuara që qyteti joni ka, nxënësit nuk e thanë, ideja nuk është thjesht që ne të bëjmë një produkt që i shërben nga ana financiare, por është dhe një produkt që të shërbej turistëve që në qytetin e Gjirokastrës kanë vështirësi si moshat e treta. Njerëzit me aftësi të kufizuar, të cilët nuk arrin të kenë akses në muzeumet që Gjirokastra ka, për vetë faktin e infrastrukturës, rrugëve, mungesës mbështetëse që mund të kenë. Nxënësit e kanë shkruar të gjithë informacionin jo vetëm në shqip, e kanë dy gjuhësor, do jetë për çdo lloj turisti, për çdo lloj moshe, për çdo lloj edukimi. Ndërsa Gjimnazia Simzeneli u renditi pesti në këtë fazë me projektin Vitabot. Të dyja këto projekte do të përfaqësojnë Gjirokastrën në fazën finale që do të mbahet në Tiranë. Festivali Kombëtar i Shkencës që po zhvillohet në gjimnazet e vendit, një nismë ku nxënësit të prezantojnë projekte kërkimore, eksperimente, prototipe inxhinierike dhe zgjidhje digjitale, është përshëndetur edhe nga kryeministri Edi Rama. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri Rama ndau momente nga atmosfera e përgatitjes së këtij festivali, ku pohoi se faza gjysmë finale në 5 rajone të Shqipërisë solli projekte mbreslënse nga nxënësit. Rama tha se projektet e gjimnazistëve vijnë nga fusha si inteligjenca artificiale, robotika dhe inxhinieria, duke zbuluar një potencial të pashtershëm dhe një pasion të vërtet për shkencën në këtë edicion të parë. Kryeministri Rama nënvizoi se tashmë 25 grupe gjimnazistësh bëhen gati për finalen e madhe të 25 prillit në Tiranë. Ky festival i mbështetur nga Ministria e Arsimit ka për qëllim që shkollat e mesme të shndërrohen në qendra të krijimtarisë dhe inovacionit, duke ofruar mundësi për nxënësit të demonstrojnë aftësitë e tyre përmes projekteve praktike dhe hulumtimeve të pavarura. Festivali Kombëtar i Shkencës synon të rrisë interesin e të rinjve për shkencën dhe teknologjinë, si dhe të forcojë lidhjet ndërmjet arsimit parauniversitar, universiteteve dhe sektorit privat. Pjesëmarrësit kanë mundësinë të ndajnë idetë dhe produktet shkencore, duke treguar aftësinë e tyre për të zbatuar njohurit në mënyrë krijuese dhe bashkëpunuese.
Në zyrën e ndihmës juridike falas, në Gjirokastër është shënuar rritje e kërkesave për asistencë ligjore falas. 3 mujori pari vitit 2026 mbyllet me regjistrimin e 88 rasteve, një numër më i lartë krahasuar me periudhat e mëparshme. Rritja e pagës minimale ka zgjeruar edhe kategoritë e qytetarëve që përfitojnë ndihmë juridike, duke rritur aksesin në drejtësi. Në qendrën e shërbimit të ndihmës juridike parësore në Gjirokastër, gjatë kësaj periudhe është shënuar një rritje e rasteve që kërkojnë asistencë ligjore falas. Ndërkohë, rritja e pagës minimale ka zgjeruar numrin e qytetarëve që përfitojnë ndihmë juridike, duke lehtësuar aksesin në drejtësi për më shumë shtresa të shoqërisë. Nga 1 janari deri tani, nga kjo qendër janë trajtuar rreth 88 raste. Pranë qendrës së shërbimit të ndihmës juridike parësore Gjirokastër ka patur rritje të numrit të rasteve, qytetarët kanë qenë tepër të interesuar për të përfituar shërbim ligjor falas, kemi patur kërkesa si zgjidhjet e martesës, çështjet e pronësisë nuk kanë munguar, gjithashtu ofrojmë asistencë ligjore për pensionistët, të cilët kërkojnë të aplikojnë për pension pleqërie, ne mund t'i ndihmojmë me përpilim kërkese, si dhe me njohjen e viteve të punës pranë sigurimeve shoqërore. Kemi patur për gjatë periudhës janar-mars 88 raste. Gjithashtu, qytetarëve ju ofrohet avokat falas për t'i ndihmuar në çështje të ndryshme. Gjithashtu ofrojmë një avokat falas të mbuluar nga buxheti i shtetit, nga Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Ndihmës Juridike falas. Përveç këtyre, qytetarët mund të përfitojnë dhe përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore. Kërkesat janë nga më të ndryshme të cilët qytetarët mund të kërkojnë: autorizim për kalim kufiri me fëmijën e mitur, mund të kërkojnë pensionet familjare përveç pensioneve të pleqërisë, mund të kërkojnë pensionin e invaliditetit, vazhdimin e pensionit të invaliditetit, si dhe një së shërbimesh të ndryshme drejtuar institucioneve të administratës publike. Qendra e shërbimit të ndihmës juridike parësore në Gjirokastër mbetet e angazhuar për të ofruar asistencë cilësore në kohë për çdo qytetar që ka nevojë, duke luajtur një rol të rëndësishëm në garantimin e të drejtave ligjore. Finalizohet operacioni i koduar fugitive, kapet një shtetas në kërkim ndërkombëtar. I dënuar me 10 vjet burgim për trafikim të narkotikëve, kapet në Këlqyr dhe arrestohet me qëllim ekstradimin në Itali, 51 vjeçari. Gjatë këtij operacioni, specialistët për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me shërbimet e stacionit të policisë Këlqyr bën të mundur kapjen në Këlqyr dhe arrestimin e shtetasit Fatbardh Çela, 51 vjeç, banues në Këlqyr me qëllim ekstradimin e tij. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, pasi gjykata e Veronës Italie ka dënuar me 10 vjet burgim për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën vijon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi në Itali. Sezoni turistik në rajonin Jugor ka nisur të marrëhov në zonën e Gjirokastrës me një lëvizje në rritje të vizitorëve që prej muajit shkurt. Turoperatorët raportojnë një ecuri të qëndrueshme dhe pritshmëri pozitive për muajt në vijim, të mbështetura nga rezervimet e deritanishme dhe përgatitjet që ka nisur për sezonin e verës. Gjatë kësaj periudhe, sektori turizmit në rajonin Jugor ka njohur një ecuri në rritje, me lëvizje të turistëve që ka nisur prej muajit shkurt dhe po vijojnë në mënyrë graduale. Sipas turoperatorëve në Gjirokastër, pritshmëritë për sezonin janë pozitive, ndërsa rezervimet e deri tanishme ka nisur të krijojnë një panoramë optimiste për vimësinë e sezonit. Ditët e para të marsit, po të fundi shkurtit kanë qenë goxha të angazhuara, ka patur një lëvizje të turizmit të brendshëm, sidomos kjo pjesa e ditës së verës dhe fundjavave, duke qenë se edhe koha fillon të ngrohet. Grupet e para të vogla kanë filluar dhe besojmë dhe shikojmë që do të jemi në një sezon shumë të mirë. Është më tepër interesuar drejt zonave rurale dhe të jetuarit lokalisht, ajo që ne quajmë sustainable tourism. Dhe për ne është një fitore e madhe që të kemi këto kompani në rajon. Kjo që po bëjmë konkretisht është fuqizimi destinacionet dhe përpiqemi që paketat dhe eksperiencat që japim përpiqemi që të mbulojmë sa më shumë komunitete dhe sa më shumë aktor lokal. Jemi përpjekur që të ndjekim disa politika çmimesh fleksibël që janë të përshtatshme dhe disi buxhetore, le të themi, për shërbimet që marrin, vetëm që interesi i destinacionit të rritet.
Sipas turoperatorëve, vërehet gjithashtu një interes i shtuar për të vizituar Lazaratin, sidomos për eksperiencat që ofrohen aty, të cilat po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj. Një pol i ri që është shtuar në destinacionin tonë dhe që ne shikojmë shumë fritëdhënëse edhe shumë atraktive dhe për turistët është poli Lazaratit. Aty është ndërtuar një komunitet i brendshëm, le të themi, dhe kanë filluar të zhvillojnë këto eksperiencat e reja të shijimit të djathit, të përpunimit të leshit, të zgjaut, eksperiencat e shijimit të çajit. Tani po zhvillojnë dhe disa trele që janë më së shumti me bazë aventure të tipit hiking, të tipit off-road në malin e Sopotit, dhe shikojmë që klientët kanë një interes të jashtëzakonshëm për këtë lloj turizmi, por edhe si pol, duke qenë dhe vetë historia e Lazaratit ka qenë pak e ndërlikuar në periudha të ndryshme kohore, dhe tani po e shohim ndryshe është një wow dhe një fitore madhe për ne, por edhe për komunitetin, sepse ky lloj turizmi ndikon direkt në të ardhurat e tyre të përditshme. Në të rësi, sektori turizmit mbetet optimist për vimësinë e sezonit, me rezervime në rritje dhe interes gjithnjë më të lartë për destinacionet e zonës. Romanin e tij të fundit, Lloyd Drita, shkrimtari austriako-gjerman Daniel Kehlmann e promovon në Gjirokastër. Zgjodhi këtë qytet për ta prekur edhe nga afër pas njohjes përmes veprave letrare të Kadares. Me këtë libër, autori kandidon për Booker Prize 2026. Qytet për allash, kështu e ka vlerësuar Gjirokastrën shkrimtari austriako-gjerman Daniel Kehlmann, i cili në një takim me lexuesit e qytetit të Gurt prezantoi librin e shqipëruar nga Ana Kove, Lloyd Dritash, një histori për lirin, artin dhe diktaturën, që ka në qendër regjisorin e famshëm Georg Wilhelm Pabst. Ja, ich freue mich natürlich sehr, da zu sein. Ky qytet është shumë i bukur, është i mrekullueshëm, si qytet për allash. Zor ta besoj që ndodhem këtu. Është një qytet i magjishëm, i rrethuar nga malet. Jam shumë i lumtur që librin tim po e prezantoj sot në shqip. Romani quhet Lloyd Dritash. Është një histori e vërtet, e një regjizori që në kohën e nazismit do udhëtonte në Hollywood, u aratis dhe për arsye familjare. U kthye sërish dhe bëri filma për nazistët. Kjo është një histori për lirinë dhe për mungesën e lirisë, për artin, diktaturën, dhe unë shpresoj shumë që dhe lexuesi shqiptar me historinë e tij të gjej veten. Sie ist nach Hollywood geflohen ist und dann Botuesi Arena Toçi zbulon edhe arsyen pse zgjodhi Gjirokastrën dhe shtëpinë e Kadares për të prezantuar këtë libër, me të cilin është zyrtarisht një nga 6 finalistët për Booker Prize 2026. Është romani i tretë që ne botojmë në gjuhën shqipe, Tili ka qenë i pari, F-ja i dytë dhe Lloyd Dritash i treti. Por Daniel Kehlmann botohet në Gjermani nga Random House, një nga shtëpit më të mëdha botuese që njihet ndërkombëtarisht. Dhe duke u botuar nga Random House, është edhe ai që bën ndërmjetësimin midis botuesit dhe lexuesit në gjuhën gjermane të Kadares. Çdo libër i Kadares që botohet në Gjermani ka mbishkrimin apo ka përcjelljen e Daniel Kehlmannit në kopertinë. Kështu që është një nga njohësit më të mirë të veprës së Kadares në gjuhën gjermane gjithmonë, dhe që e përcjell ato për lexuesit gjerman. Dhe lexuesit gjerman e zgjedhin Kadaren për madhështinë e tij, por edhe sepse u përcjell Daniel Kehlmann. Kështu që ne sot kemi për të kthyer një borxh të madh nga Gjirokastra Daniel Kehlmannit dhe t'i tregojmë që edhe ne e duam dhe e nderojmë letërsinë gjermane dhe gjithçka mesazhet që vijnë prej kësaj letërsie dhe prej atij vet, prej Daniel Kehlmannit, i cili ka pasur pikërisht të mision në gjuhën gjermane të përcjell librat e Kadares për lexuesit gjerman. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi shpreu mirënjohjen për vizitën në Gjirokastër, duke u shprehur: Falenderoj shkrimtarin që gjeti mundësinë edhe sigurisht për të bërë të promovim këtu në Gjirokastër, këtu në Muzeun Kadare. Ashtu si kundër e tha edhe dhe nuk është i vetmi në fakt, Gjirokastra është dashuri e parë dhe ngelet në fakt për gjithë ata të huaj që vinë dhe vizitojnë qytetin, edhe unë besoj fort, si kundër të tjerët, që nuk do jetë vizita e fundit, pra është e para, por jo e fundit, dhe ashtu si kundër kanë bërë edhe të tjerët, artistët, shkrimtarët, ambasadorët, patjetër do të jetë dhe ambasadori i Gjirokastrës atje ku do shkoj, dhe për emrin që ka,
edhe për personalitetin që ka, patjetër që Gjirokastra e meriton një ambasador të tillë. Shumë faleminderit edhe unë besoj fort se do të kemi aktivitete tjera së bashku. Shkrimtari i përkthyer në shumë gjuhë të botës në këtë vizitë në qytetin e Gurt u shoqërua nga atasheu gjerman i kulturës Jan Maibom dhe zëvendës ambasadori austriak Martin Schaller. Deze grote spreeknieren Johan Tima, ze sincerit de chief organisator de partneret, je bent muito het jaar. De Basketballungen die Tür te vier. Lindo na minih de irito ni bien, Daniel Sotikelman kan rua ni karriere fantastike, si skrimtar ni de kommentar. Record IT aan Perkthir en schon Chuhat, der Lektoren mit wahren Worten. Natürlich an die Organisatoren hier im Kabarethaus. Së pari falënderimet të mëdha për qytetin e Gjirokastrës, sidomos për organizatorët dhe ata të shtëpisë Kadare këtu. Es freut uns sehr, dass wir heute Ihre Gastfreundschaft hier genießen können. Sowohl natürlich für Herrn Kehlmann als auch für uns von der österreichischen und der deutschen Botschaft ist es eine große Ehre, hier zu sein. Nderimi madh për ne që ju e nderuat kaq shumë shkrimtarin gjerman, por njëkohësisht edhe ne si ambasadë gjermane dhe ambasadën austriake. Me shkrimtarin gjerman, me famë ndërkombëtare, patën fatin të takoheshin edhe një grup të rinj të shkollës Pandeli Sotiri, të cilët bashkëbiseduan me të në gjuhën gjermane. Përfunduam këtu, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.